Gjykata e lartë ka prishur vendimin e gjykatës së apelit të posaçëm për 2 prej personave të dënuar për vrasjen e Santiago Malcos. Relatori Sokol Binaj dhe trupa gjykuese kanë prishur vendimin për Ilir Selmanin dhe Elvis Gaçajin, duke rikthyer për gjykim dosjet e tyre. Ilir Selmani është dënuar me 28 vite burg, ndërsa Elvis Gaçaj është dënuar me 7 vite burg, të akuzuar si pjesëmarrës në një grup kriminal që vrau ish-punonjësin e policisë Santiago Malco në gusht të vitit 2019. Tashmë dosja e tyre do të shqyrtohet nga një tjetër trup gjykuese. Hetimet për vrasjen treguan se motiv për ngjarjen e rënd u bën përplasjet e grupeve kriminale në Tiranë. Ish-punonjësi i policisë Santiago Malco, Miki Ervis Martinajt, u vra me 10 plumba në makinën e tij mbrëmjen e 27 gushtit të vitit 2019 pranë zonës së Porcelanit në Tiranë nga grupi i vëllezërve Duka.